Përshëndetje mi që dashur. Prapëm qiti këmur në deti, Arifi, ky zotnia, ky holandeze me pasaport holandeze, e vjen shetë fore në Kosovë. Prap të kritiku Evropën, prap të kritiku diasporën, unë falin se diasporën da është me thonë, gjëja se pas kanë lyp me mira azil në Austrinë, Gjermaninë, Zvicër, ku po më vjen ndëshojmë kur thot ai, gjëja kundër UÇK-s, që ka dash me vrasë UÇK-ja. Shiç farrane miq të dashur i lutem, shiç far propagandë i lutem bën. Se kanë marrë 1, 2, 3, 4, 5, i thot 10.000. Po mas mirë të miq, të ndëgjojmë, të diskutojmë së bashku i lutem. Se kemi qa me full. Në vitit 1999, në vitin 2008, me 10 mira shqiptarët Kosovës kanë lyp azil në Gjermani, Austri, Zvicër dhe vende tjera, në pretendimin se ushtria shërimtare e Kosovës dhe njerëz të saj. Pse bre burr po shpif? Pse po shpif o burr edhe s'po vjen tot me shpif? Janë ka 1, 2, 3, 4, 100. Po jo 10.000. A ata që kanë lyp, tregoja burë që jenë konë Sërb të Kosovës, tregoja që jenë konë Bosnjak, Kodov që jenë konë Rom, Ashkali. Mos i shtikre shqiptarët. Ka gjë kush jenë konë, se azilin konë edhe vetë. Edhe ti e konë azil. Mos shpif o burë, mos shpif se kote keni, se si e lomë. Më zgënjeni se marrë është vetë tërpë, gjithë këj burë, me shpif. A kanë marrë? Kanë marrë. A më jo këtë sifër që ti për thua. Shkujna. Njefin me i vra. Kush e kanë ngritë, kërejt e din që është e vërtet. Po thonë janë me mira. Ja, po ja s'tash me mira, tash me 10 mira. E konfirmon këj me 10 mira, këj e zbut, këj dhëtë ja, me 10 mira. Është turpi i botës, miq. Ja për kush nga ka përfatsu si ambasador. A për shefni? 10 mira janë. Me 10 mira dhe këto mund të verifikojnë që të gjithë nëse duan. Kanë fituar azil duke thënë se UÇK-ja kanë aplikuar. Me mira kanë marrë. Në periudhën prej 99-ës dhe në 2008-ën, kosovarëve nuk u është dhënë azili. Përveç në raste specifike, janë edhe disa raste. A mu kallëzo drejt që ata kanë lyp, kur që ka dhënë azil, ka lyp azil ekonomik. Këta tregohet e. A më jo me thonë kanë lyp kundër UÇK-s, është turpi i botës, dëshmetar turp, marrë. Mos është ti 10 mira, 10 mira, mos është ti se marrë është, dëshmetar turp që e ka full. A ka që kanë marrë, po kanë marrë, së diskutoj. Po ato e në kokrat vogla, encimat vogla. Sërbët e këta tjertë, ajo diçka tjetër tani. E qëta si kur ti, e një losën e UÇK-n. Me shto të dhona si kur ti, e një losën e UÇK-n. E kur t'njën Evropa, ti ka i fjolë si ish ambasador, ta marrov zoti ftyrën, çka menon Evropa. Po mundohesh me ullë diasporën, edhe me ngrit vetën, po jashtë s'po dhezë. Na murët ftyrën. Jo politikanët na murën ftyrën. Ish politikanët. Shkujna miq? Kur jenë lajmërue me preferenca tjera seksuale, apo jenë lajmërue që i takojnë komuniteteve ndryshme prej vitit 1900. Kjo është diçka tjetër. Për gjëna seksuale e komuniteteve tjera, kjo është ajo që do të me thonë ti. Po jo me shgënyje me thonë jalla këto, jalla kanë marrë diaspora, kanë marrë që kaq të i rajt. Unë nuk e një fas një që ardhe dhe ka marrë azil, që ka thonë, jëm ikë prej UÇK-s. Asë një. Zero. Jëm që 44 vetë jëm në Evropë. E në Gjermani, e në Hollandë, e në Belgjik, e në Suedi, tash jam në Norvegji, në Zvicër, por asë një shqiptar nuk e njafën e që ka lyp azil politik kundër UÇK-s.
ta marrë Zoti ftyrën. Nuk bën kështu me gënjy, por një grysht vota. Për me ngrit se çfarë vota, por veç me kishe me ngrit, kishe je ka punonti për AOK-n edhe për Kosovën. Ky është turpi i botës, miq. Ja pra edhe një herë për thëmë kush në ka dhejtë se ish ambasador. Çfarë pune ka mujtë me të kryu këty? Apo, nëse e koni Vllazxhanit, po, këtë kishri punë. Apo ona e tina ka është në tona, po. Për ndryshe një 500 këtu edhe tani s'ka pasur lëmë. Se për ndryshe me karakterin që e ka kë, me mlefin që është ka e shpalus para kamerave, me pa bota, me kujtu një meq që qishtu jena, një meq i populli Kosovës ka qishtut. Qa po dhëtë kë? Runa Zoku ka ardhë, sistemi mendor, i dikujna. Edhe me paskona ignorant, qështu, nuk o du me folë para kamerave, me pa bota, me kesh bota me ty. Ja që nuk është, absolutikisht, je ka gënjen sa i madhë. Ja që nuk është. Se ka marrë 1, 2, 3, nësë mëna me thonë vjetra mira. A ty sa janë vjetra mira o ignorant? A ty sa janë? Pa këkur turpi heq, del folë para kamerate, me ullë diasporën. O, kote keni bre? O, kote keni se diasporën s'ka kush që ullë. Diaspora nëse ullë vetë vetën. Po diaspora nuk ullë. Diaspora do një Kosovë të pa vjedhme, pa hajna, pa korupcion. Sepse ne s'kem nevoj, as për pare, as për asisent Zotit heq. Vetëm e dojnë Kosovën lullë. E jo me hajna. Jo me rranca, jo me shpifsa, jo me kriminella. Qëta do në diaspora. Diaspora s'ka nevoj për kur që heq. As që në kon ato që ti pëthu, ato palavra, ato ka zja dikuj tjetër. Po mërë t'i natë që pëthu para televizionin publik, po marrin bota nëse jatë neve, 1,7 milion. E këtu një rondat si kur ti, ishe ambasador, me dalë me folë para Kosovës shtu. Ti ke përfasur Kosovën dikuna, hajë ku kunonë mirë Kosova. Mirë Kosova. Së unë nuk shaj, nuk ofendoj. Amo, mu se bëjnë një randë se s'ka hije. Për profesionin që i ke pas nuk t'ka hije. Me dalë me gëni para kamera këtu. është turpi botës. është turpi botës. Nëse 10 mija, ti ka kekon qatë grupë pra. Se ti pedishë, së një jonë, s'pedishë na. Një që se din, unë me mbrojt, muna me mbrojt. Sepse nuk e di s'këm pa. E nëse ti pedin pra, atëhere, diçka paska këtu. Se njëri që nuk din, ose njëri që i din, valla diçka ka ati. Ati e konë vetë ti pra. I pari për i tyne. E tash më shefe shtu kishone patriot. Ja, s'ka patriota. Patriota është diaspora, që s'fol, pagun, edhe e qonë Kosovën për para. Ne jemi ata, jo ju. Ne kemi mbrojt Kosovën. Ne kemi ngrit Kosovën. Ne kemi pagu për Kosovën. Ne do e bëjmë lullë Kosovën. Pa hajna, pa kriminella, pa ranca, pa shpifsa, pa intrigji. Mishtë dashër, kjo është e vidja për sot Zoti i rujt, mire po shumë vite radhës. Se kone pak natyre me se kë tipi sarë deltë kë qëtë pe kontrole. Që këneva mirë se këneve që gullë që këneve padës. Që është fa natyre meq. Shtu që une me këtë bukuri, jo për shëndes, mire po shumë vite radhës. Zoti i rujt, mishtë dashër.